Mirë mbrëma Tetova e Bilal Kasamit. Të dashur të pranishëm, motra e vlezër, lider të Vlenit, shtabi qendror dhe shtabet lokale, funksionar dhe mbi gjitha të dashur aktivist. Sonte jemi në Tetov për të përmbyllur me krenari një fushat që e kemi bërë me një zë, me dignitet dhe me shumë dashuri për këtë vend nga Likova deri në Strug. Unë nuk theva nga Belgjika, sepse nuk mund të rria largë, duke parë se si populli im, populli ynë, po zhgënjehej çdo ditë nga ata që e trajtuan pushtetin si pronë personale. Nuk erdha as për karrik, as për karrierë, por u ktheva për ndryshim, sepse besoj se njeriu duhet të kthejë diçka pas, kur vendi i tij ka nevojë për të. Gjatë kësaj fushate, ne demaskuan gjithë trukun politik të asaj që ata po e quajnë bashkim. Në fakt, ky është një bashkim interesi, një beslidhje që as mes veti nuk flet. E kanë humbur busullën, kanë humbur lidhjen me popullin dhe tashmë i bashkon vetëm frika nga ndryshimi që po vjen. Frika nga karrigët që nuk mund të mbrohen më. Frika nga lista e zezë, nga e kaluara e tyre e pist dhe nga drejtësia që po afrohet. Sonte nuk dua të merrem me zëdhënësit politik të Ali Ahmetit, Taravarin dhe Selën, por sonte dua të jap një përgjigje pronarit të tyre, Aliut, duke i thënë se populli e di mirë kush i prishi matematikat e kësaj loje dhe populli e din sakt se kush i ka penguar shqiptarët që të ecin përpara. Vlen nuk është vetëm një koalicion politik. Vlen mbi gjitha është një ideal. Kjo për mua është vazhdimësi e mendimit të lirë, e vizionit që na e la trashëgim Arben Xhaferi, njeriu që i dha dije politikës shqiptare. Ai na mësoi se pa moral s'ka politik dhe pa përgjegjësi nuk ka liri. Në mësoj se kombi nuk mbrohet me parulla, por me punë, me guxim dhe mbi gjitha me ndershmëri. Në këtë frym është rruga që e ndoqja unë, që e ndoqëm të gjithë së bashki, rruga e Vlenit. Për t'ja kthyer shqiptarit dinjitetin e humbur në institucion, dhe unë besoj se një vend i vogël mund ketë ëndra të mëdha. Besoj se një zë i vetëm mund të ndezë një brez të tërë. Dhe besoj se bashk, shqiptar, Maqedonas, Turq, Rom, të gjithë mund të ndërtojmë një Maqedoni që nuk ndahet me gjuhë, por bashkohet me vlera. Dhe sot në Tetov, dua të ndalëm të një njeri që mishëron këto vlera, miku im, miku i jon, Bilal Kasami, kryetari i komunës së Tetovës, tash e 4 vite tjera me radhë. Bilali është dëshmi se ndershmëria dhe përkushtimi mund të jetë standardi politikës edhe në vendin tonë. Tetova me të ka njohur ndryshimin e vërtet, zhvillimin, transparencën dhe punën që shihet çdo ditë në çdo cep të këtij qyteti. Kjo është arsyeja sepse Tetova e di se kush e meriton besimin më 19 tetor. Nga Tetova e them me bindje të plotë, ne nuk kthehemi pas, ecim përpara me besimin e qytetarëve në krah dhe me një qëllim të qartë të ndërtojmë një shtet që vlen për qytetarët e vet. Më 19 tetor, pas nesër, gjithë secili do flas me një zë për Vlen, për ndryshimin dhe për dinjitet. Ju falemderit Tetov, falemderit çdo komunë që na priti me një zë për numrin 7 dhe për një qeverisje që vlen në çdo komunë shqiptare. Një zë që kërkon bashki